Dhe tashmë zhvendosemi në Kosovë, aty ku në datën 7 qershor do të mbahen zgjedhjet. Tashmë edhe partitë politike kanë nisur me fushatën, me përgatitjet e tyre për të kërkuar votën e qytetarëve. Se si po ecën ky proces për këto deklarata, të cilat janë bërë edhe nga eksponentët kryesorë të partive politike që kërkojnë votën, ne kemi kënaqësinë mëngjesin e sotëm të kemi gazetarin e Telegraf, Kemal Berisha, i cili na bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Kemal. Mirëmëngjes Kemal, mirë. Si po ecën ky proces, ka patur me çfarë kemi parë zhvillimet shumëta gjatë ditëve të fundit, deklarata të cilat kanë ardhur nga, le të themi, kryetarët e partive kryesore, por edhe takime në terren, apo jo? Po. Tani veç është dita 6 themi të fushatës, duke qenë se KQZ ka përcaktuar 10 ditë fushatës zgjedhore, partitë politike vazhdojnë takime me qytetarët, mbushin sallat dhe premtojnë padyshim premtimet ndryshme, si që janë ato elektorale edhe të zgjedhjet e kaluara. Kështu që kjo është, domethënë, apo ndjet atmosfera Kemal, apo është kthyer në normalitet tashmë që qytetarët janë mësuar me zgjedhjet. Se herë është parë në shumë fushat në rrjetet sociale, sepse kështu nuk është ai entuziazmi tifozllëku, të themi, siç ka qenë më herët në grupimet e ndryshme që mblidhen zakonisht nëpër komuna partitë politike. Në rrjetet sociale kemi parë për çudi këtë herë një lloj, si të them, gjuhë denigruese, përdorim të inteligjencës artificiale për të bërë imazhe të ndryshme, gjuhë urrëties, ka pas kësaj lloj raste në të cilën është dënuar sigurisht nga shoqëria civile. Nuk e di këtë herë pse është ky lloj entuziazmi i keq, themi kështu, që tentohet përmes rrjeteve sociale që përdoren format ndryshme ndaj individëve të caktuar, ndoshta kalkulimet e ndryshme për votë, po realisht kjo është realiteti për momentin në Kosovë. Cilat janë premtimet kryesore të partive politike, Kemal, si duket situata dhe çfarë kanë kuptuar, ndoshta edhe nga ajo çfarë ka nevojë qytetari në mënyrë që t'ia përcjellin nëpërmjet deklaratave apo premtimeve që po artikulojnë këto ditë? Po, kena tani lëvizje vendosje ka shkuar kryesisht tek politika sociale, që ka qenë më herët, pra rritje të shtesave për fëmijë nga 35 euro, nga 30 euro në 45 euro, pas e 6 vjet dhe sipas tyre deri në fund të mandatit do të arrijnë 90 euro në muaj, po ashtu te aspekti të çështja e lehonave pra të papuna, nga 850 euro ka bërë 500 euro në muaj për 6 muaj rresht, pra. Dhe sigurisht ka premtuar të aspekti i sigurimeve shëndetësore, investimi në ushtri e kështu me radhë. Po ashtu Partia Demokratike e Kosovës edhe ajo ka dhënë premtimet e saj. Fokusi i tyre ka qenë kryesisht tek rritja e pagës tek sektorët në shëndetësi, arsim dhe në drejtësi, sigurisht edhe tek pjesa e pensioneve. Pra nga 50% ka premtuar që duhet të rritet paga në këto sektore që janë më keq, dhe sigurisht ka premtuar edhe tek pjesa e pensioneve, sigurisht pjesa e veteranëve të luftës, që kanë konsideruar që është shumë e pakët, dhe të pensioni bazë. Aganca për ardhmërinë e Kosovës, falë BTK-ja se është me radhë shumë bazë asaj vozës, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka dhënë premtime edhe në aspektin social. Sigur vendosje, fokusi ka qenë që çdo fëmijë i posalindur deri në 10 vjeç të marrin nga 200 euro, pra. Kjo është ajo çfarë thotë Lidhja Demokratike e Kosovës, po thua? Po, të Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërkaq që të krijohet një lloj ministrie e familjes, dhe çdo fëmijë i tretë të marrë në start brenda muajit 5.000 euro. E qartë, po kjo përfshihet tek ajo deklaratë që bëri Abdigjiku që do të ketë 1.5 miliard euro në mos gaboj që do të investohen sepse Prishtina është në pazar, pra të gjitha këto deklarata përfshihen në këtë buxhet që ai ka parashikuar nëse do të vi në pushtet? Po. Njëjtë edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, pak a shumë ajo është fokusuar tek siguria dhe ka thënë që përveç pensioneve që do të rriten, pjesa tjetër do të ishte mirë që fokusi të jetë ushtria, duke qenë se zoti Hajdina e konsideron gjithmonë Serbinë që është rrezik dhe duhet patjetër që ushtria e Kosovës të ketë gatishmëri dhe të ketë sa më shumë buxhet dhe pjesë tjera pra të
të armatimit. Kështu që fokusi kryesor i atyre ishte ajo pjesa, përveç pjesa siç e përmenda pensioneve, bazë dhe këto që duhet të rriten, fokusi i tyre ishte ajo pjesa e sigurisë. E qartë, megjithëse Kemal, opozita mund ta ketë të thjeshtë për të bërë fushat këtë herë, më vështirë mbetet për zotin Kurti dhe vetvendosja për të bërë një lloj fushate dhe premtime të ndryshme që duhen bërë siç e do zakoni përpara le të themi zgjedhjeve. Duke qenë se ka qenë partia në pushtet dhe ka ndërprerë mandatin, duhet patjetër që të vijë me premtime të reja apo jo? Tani Flori, vetvendosje një pjesë të atyre premtimeve që i ka dhënë më herët, ato i ka vazhduar, duke qenë se i ka lënë në gjysmë pasi që nuk zgjati qeveria dhe disa tjera i ka vazhduar. Te pjesa e sigurimit shëndetësore, te pjesa edhe këto të 100 euro për këtë pensionin bazë, e disa të tjera, por që ty është fokusi sigurisht e sigurimit shëndetësore, por nuk them drejtën te zoti Kurti, ai ndoshta do të ishte mirë që këtë e kanë thënë edhe te pjesa e shoqërisë civile që të mbaronin ato premtimet e mëhershme, duke qenë se kanë qenë që nga marrja e qeverisë së parë, kanë qenë disa premtime goxha të mëdha për rrugë që lidh Tazam që bashkon pjesën e Maqedonisë andej, pastaj në rrugë të tjera brenda Kosovës, disa investime kapitale, të cilat në fakt nuk janë mbaruar. Po, mbarova ne. Kemal, ajo ku në fakt edhe do doja që të ndalesha, janë këto deklarate që kanë ardhur edhe nga partitë e tjera sa i takon bashkëqeverisjes. Pra, nëse flasim për LDK-n, duket sikur ka disa akuza që thonë që kjo çfarë po artikulohet nga Abdi Xhiku edhe nga ana tjetër nga vetvendosja duket si një formë edhe për ta zyrtarizuar që mund të ketë bashkëpunim më pas, apo jo? Tani, të di çfarë të them, disa deklaratat e mëhershme, sa i kam parë, normalisht LDK është fokusuar kryesisht tek koalicionin me partitë opozitare. Kështu e kanë thënë. Por tani, çfarë do të sjellin zgjedhjet e reja nuk e dim, pra nuk e dim saktë se cilët është rezultati përfundimtar, edhe siç duket e kanë lënë këtë që pas zgjedhjeve, pastaj shifet ajo kalkulimet politike sa i përket presidentit, a do të ketë konsensus që ta gjejë një gjuhë të përbashkët, dhe nëse jo, pastaj sigurisht do të vijë në funksion edhe pjesa tjetër e koalicioneve. Po, forcat opozitare çfarë mund të konsiderojnë si avantazh? Mua edhe ajo çfarë ka deklaruar kryetari dhe kandidati për kryeministër Hamza që i përkiste le të themi sistemit shëndetësor, duke sikur ishin premtime që i shkonin më afër qytetarit edhe sikur ishin pika që disi i përdori apo jo. Ka pika tjera të cilat mund të shkojnë në favor të partive opozitare si ishe? Thëmë drejtën, Brekenon kam pritur, duke qenë se jam çdo ditë në teren, edhe kam pritur shumë që sidomos opozita tjetë me bashkuar të themi kështu, në aspektin që bëj fushat më të fuqishme dhe thjesht e dëshmoj veten sepse shkuara në zgjedhje është një arsye më shumë që të bëhet ndryshimi, por që jam shumë skeptik, duke qenë se, në rregull, gjithmonë ka premtime megalomane, ka premtime të ndryshme, duke qenë se gjithmonë kështu ka qenë tek pjesa e politikës në Kosovë, po themi, por që nuk shoh ndonjë rezultat shumë ndryshe. Domethënë, te pjesa e Lidhjes Demokratike konsideroj që zonja Vjose Osmani do të ketë rritje të votës sa i përket LDK-s. Te Partia Demokratike e Kosovës është në ndryshim i vogël, duke qenë se nisma socialdemokrate e zotit Fatmi Limaj nuk do të merr pjesë në zgjedhje dhe ka shprehur gatishmërinë që ta mbështesë Partinë Demokratike të Kosovës. Në zgjedhjet e fundit, nëse kalkulojmë pak a shumë, nisma merr zakonisht 15.000 deri 20.000 vota, kështu që është konsideruar që kjo është një moment i mirë për Partinë Demokratike, por historikisht Partia Demokratike nuk është që lëviz shumë me votin, pra është aty prej kohës kur
ish kryetari i Partisë Demokratike, zoti Kadri Veseli, ka shkuar në Hag. Votat nuk është që kanë lëvizur shumë. Sa i përket vetëvendosja sigurisht pritet që aja ta thonë që do t'jenë aty ose më shumë. Prap synojnë, ka pasur pak a shumë një gjuhë prap e zotit Kurti që e ka atë sarkazm sa i përket pjesës tjetër të opozitës, por që unë e konsideroj që pa tjetër do duhet prap gjendet një gjuhë për të bashkët, një marrëveshje ndoshta politike, nëse nuk ka ndonjë kandidat, themi kështu, neutral që nuk do të jetë pjesë e ndonjë partie të caktuar. Por kjo do të ishte ndoshta me lehtë. Zoti Kurti e tha në një deklaratë më herët që nuk do të ketë mosgjedhje. Pra, sigur e ka gjetur ndoshta një kështu në mendjen e tij që pas zgjedhjeve do të ketë patjetër një lloj kompromisi, sepse nuk ka më sens që të vazhdohet që të ripërsëriten to, sepse është me të vërtetë. Po dhe mirë do të ishte në fakt që Kosova të ecë përpara me reformat. Megjithatë, Kemal, një tjetër pikë e rëndësishme e këtyre zgjedhjeve si gjithmonë mbetet edhe vota e diasporës. Çfarë mund të themi më tepër për këtë pikë, duke qenë se tashmë vota e diasporës është e konsoliduar në Kosovë, funksionon shumë mirë, vinë votat shumë shpejt. Tani, zoti Kurti u akuzua të çështën e diasporës sepse përdori buxhetin e Kosovës për të si themi, subvencionuar aviokompani të ndryshme në aspektin e biletave që qytetarët e Kosovës që jetojnë në diasporë të kenë mundësinë të vinë në Kosovë. Diaspora shqiptare këtë herë ishte themi me ashpër sa i përket interesimit tek votat, sepse ka më shumë aplikime, gati 10.000 thënë më shumë se në zgjedhjet e fundit. Pra, vetëm në 2021 ishin vërtetësisht aty 120.000, pastaj disa pavlefshme, disa kështu që edhe votën e andej edhe vinin këtu prapë, konsideronin që mund t'i përdorin dy vota, por që është themi një lloj rekordi kjo pjesa e diasporës të herë. Çka mund të them tjetër e diaspora? Mirë, kjo është gjë pozitive se në fakt duke qenë se edhe ka patur disa zgjedhje në Kosovë, mendoj që mund të kishte një numër më të ulët edhe mund të ishin lodhur, por me sa duket jo. Kështu e kemi konsideruar Blikena, por që duket tifozllëki politike është shumë i madh dhe është një lloj nxitje që unë tam drejtë nuk e kuptoj pse, sepse duke qenë se patjetër diaspora shqiptare është shumë e rëndësishme, duke qenë se ne e dimë sa është pjesa si themi e atyre investime që i bën në Kosovë, por që këtë avaz kaq të madh unë nuk e kuptoj, duke qenë se një pjesë më atyre ndoshta shumicën e kohës, ndoshta ka një vit e 2 vite që në vi Kosovë, edhe ndoshta nuk e di. Më duket shumë interesant kjo pjesë e diasporës, por megjithatë, te pjesa e diasporës, Prokuroria e Kosovës ka iniciuar raste, tani duke qenë se shumë prej tyre kanë fotografuar apo kanë incizuar që do ta votojnë dhe kanë shpërndar në rrjetet sociale, kryesisht në TikTok, po edhe në Facebook, kështu që dje Prokuroria në Kosovë ka bërë të ditur se tashmë është duke identifikuar të gjithë ata që e kanë incizuar votën dhe do të merren masa padyshim. E fundit, sa do të ndikojë Vjosa Osmani në raportin që do të ketë vota e qytetarëve me LDK-n, si po shihet le themi, sepse edhe mbrëmjen e kaluar ka bërë disa deklarata gjatë intervistës që ka dhënë, si po shihet tani Vjosa ka qenë si themi ajo politikonja më e goditur nga të gjithë, me të vërtetë si grua unë konsideroj që shoqëria jonë, duke qenë që ka qenë presidenti pak më herët, edhe nuk është që ka pasur ndonjë skandal dhe kryesisht ka pasur gjëra pozitive gjatë kohës mandatit të saj dhe të kthehet bumerang ajo pjesa e kontributit të saj si presidente, vetëm pse ndroi u kthye në partinë me pashme, mendoj që ka qenë shumë e çuditshme dhe pra fokusi gjithmonë i asaj linçimeve ka qenë Vjosa Osmani. Tani sa do të arrijë, unë besoj që Vjosa Osmani, duke qenë se është historikisht në zgjedhjet në Kosovë është si gruaja më e votuar, që ka marrur 60.000-70.000 vota,
do të sjell, do t'i kthej, sepse votat e LDK-s gjatë 2021 kanë shkuar në vetëvendosje. Pra, kështu ka qenë ajo lëvizja. Kështu që konsiderohet që Vjosa Osmani do t'i kthej një pjesë të votave. Tani, nga perspektiva ime, mendoj që ndoshta LDK do të arrijë diku tek 18%, aty 20% nuk e di, po sigurisht që do të ketë një ndryshim tek vota. Mandej te pjesa tjetër, Vjosa Osmani me Lumia Bigjikun e kanë bërë një fushat pak më ndryshë se tjerët. E kanë pas një fushat hajde folin, që thjesht është takuar direkt me qytetarët, kanë shprehur gatishmërinë që thjesht t'i tregojnë atë provimet e tyre, kështu që kjo ka qenë deri me tani. Si po ndikojmë. Kemali e gjithmonë shumë i saktë dhe shumë i qartë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të mbarë, kënaqësi edhe për ne. Ne do të shkëputemi për publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.